Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se një shqyrtim i fundit I të dhënave qeveritare mbi objektet fluturuese të paidentifikuara ka zbuluar materiale që ai cilësoi si shumë interesante. Trump bëri të ditur se publikimi I dokumenteve do të nisë së shpejti, gjatë një eventi të organizuar nga organizata konservatore Turning Point USA në Phoenix, Arizona. Trump ju drejtua mbështetësve, duke theksuar se opinioni publik do të ketë mundësinë të gjykojë vetë mbi këto fenomene. Ne gjetëm shumë dokumente shumë interesante, duhet ta them, dhe publikimet e para do të fillojnë shumë shpejt, në mënyrë që ju të mund të shihni vetë nëse këto fenomene janë reale, u tha Trump mbështetësve. Ky zhvillim vjen pasi në muajin shkurt, Trump urdhëroi agjencitë federale që të fillonin procesin e deklasifikimit dhe publikimit të dhënave që lidhen me UFO-t dhe mundësinë e jetës jashtëtoksore, duke argumentuar se ekziston një interes I lartë publik për këtë çështje. Sipas deklarimeve të mëparshme, vendimi për këtë proces u ndikua edhe nga debatet publike mbi transparencën e informacionit, përfshir komentet e ish-presidentit Barack Obama, I cili kishte përmendur në një podcast ekzistencën e fenomeneve të pashpjeguara.